Alberto Rodolfo i jep përkushtimi dhe shërbim. Familja dhe thirrja. Alberto Rodolfo lindi në Branë në 28 tetor 1935. Rruga e tij drejt thirrjes nisi në seminarin e vogël të Poca Alias dhe vazhdoi në Somalia Bosco. Aty, në muajin tetor, ai bëri profesionin e parë në kongregatën e Shën Josefinëve të Kuriatës, që ai vetë e përshkronte si shtëpia ndaj së cilës ndiej dashuri, mirënjohje dhe respekt, sepse është familja që Zoti u tregoi. Me profesionin e përjetshëm më 8 nëntor 1959 dhe shurimin me shtaran në Viterbo më 14 mars 1964, Alberto u bë përgjithmonë pjesë e kësaj familje revoltare. Një Josefin shëmbullur, Alberto u dallua gjithmonë si një Josefin thellësisht i dashuruar me thirrjen dhe kongregatën e tij, pjesës së cilës ndihej plotësisht. Ai ishte gjithmonë i vëmendshëm ndaj nevojave të kongregatës, i gatshëm të jepte ndihmën e tij dhe i shqetësuar për të ardhmen e rritjeve të reja. Shërbeu gjithashtu si këshilltar provincial studimet e Studimet e tij mbi figurën e Kuriatës i kushtuan shumë stim verësh, shumë belar, duke shtypur me makinë do shtrime, shpesh duke i furdor edhe nga kohët e pushimit pranë detit në Santa Marinella, Roma. Apostulati dhe dashuria për të rinjtë. Në një letër drejtuar provincialit, Alberto shkruante me përulësi se nuk ndihej i përshtatshëm të postet drejtuese, por ishte gjithmonë i gatshëm të vinte aftësinë e tij në shërbim të Zotit dhe të rinjve të kongregatës. Në vitin 1985 ai shkruante: "Përpiqem të vë aftësitë e mia në shërbim të Zotit në këtë kongregatë të dashur, për të mirën e të rinjve. Aftësitë e mia janë më të përshtatshme për marrëdhënie të ngushta, për të marrë me djemë në vështirësi, me shkollën, me dialogun personal, me bisedët e vogla, jo për përgjegjësi të drejta drejtuese. Jam gati për të angazhuar me të rinj që kanë vërtet nevojë të drogërorit, ata që jetojnë në komunitete kujdesi apo rehabilitimi, të rinj të vendeve të varfra, ata që janë të rënuar, kanë ligur e tjerë." Ai përmend se kishte marrë një telefonat nga një zot që donte ta takonte me një të rinj që kishte vendosur të jepte fund jetës, rasti i tretë që i kishte ndodhur. Dy të parët, falë Zotit, ndoshta edhe me ndihmën e tij, ishin ende gjallë. Në këto fjalë shihet Alberto që të gjithë e njihni, pasionant, njerëzor dhe i kushtuar. Ky pasion e çoi edhe në botimin e një libri mbi paradisjet e të miturve. Misionar në Shqipëri. Nga vitin 1996 deri në vitin 2020, Alberto ju kushtua me zell të rinjve të varfër si misionar në Shqipëri. Ishin vite shërbimi intensiv arsimor, gjatë cilëve ai punoi që djemët me më pak fat të gjenin tek Josefinët një mundësi për ndryshim dhe shpresë. Qindra të rinj shqiptar e kujtojnë si një drejtor kërkues, por edhe të dashur, si profesori italishtes dhe i psikologjisë somataniane, këshilltar i vlerësuar dhe organizator i veprimtarive kulturore e ekskursioneve. Edhe sot, pas shumë
bërim mesazhe dhe telefonata prej dashurie dhe mirënjohje nga Shqipëria. Faleminderit edhe shumë miqve dhe vullnetarëve që e kanë ndihmuar organisma të shumta në Shqipëri me tanimin, këshillat, ndihmat kulturore dhe ekonomike të tyre. Faleminderit për dashurinë tuaj për atë Berto. Angazhimi në komunitet dhe në kongregat. Atë Berto gjithmonë tregoi dashuri të madhe për komunitetin, tregoi dashuri të madhe për komunitetin dhe kongregatin, duke jetuar me thjeshtësi e përkushtim. Ai zhvilloi praktikën e moslimënies në Ripoli, Torino, nga viti 1956 në vitin 1965. Pastaj në Somalia, Mosko, Torino, nga viti 1964 deri në vitin 1985, duke shërbyer si mësues, atë shpirtëror dhe drejtor. Më vonë, ishte drejtor dhe mësues në shkollën apostolike të Barbarentos, Berga, deri në vitin 1988, pastaj fakultar në familjen La Salute në Torino, nga 1988 deri në vitin 1994. Pas një periudhe të re në Barbarento, u nis për në Shqipëri për të rikthyer në 2020 në Pinerolo në Torino. Lutja si tani. Lutja kishte gjithmonë një rol qendror në jetën e tij. Me besnikëri dhe qëndrueshmëri në lutje, ai përballoi vështirësitë dhe gëzimet e përgatitjes së predikimeve në gjuhën shqipe, duke udhëtuar kilometra të tërë për të kremtuar meshën në vende ku shpesh mungonte peftim. Kultura dhe formimi. Atë Berto ishte njeri i kulturës, gjithmonë i dëshiruar të ofronte një shërbim cilësor për të rinjt. U diplomuar në filozofi në Universitetin e Torinos në vitin 1971, duke fituar medaljen e artë për tezën më të mirë. U specializuar në orientim dhe u bë ekspert në grafologji në vitin 1973, mori licencën si këshilltar psikologjik. Në 1975 titullin për mësim në shkollat e mesme të mjekësisë dhe në 1976 në shkenca humane dhe historike. Edhe pse nuk e përqafoi teknologjinë moderne, ai gjithmonë mbrojti rëndësinë e një shkolle bashkëkohore dhe të përparuar. Arritja e tij më e madhe ishte drejtimi i një qendre formimi profesional dhe mësimdhënia në Shqipëri, duke u përshtatur me një kulturë ndryshe, por duke qëndruar besnik ndaj identitetit josefik. Dëshmia dhe mirënjohja. Atë Berto përsërishte shpesh në rëndësinë e miqësisë, dashurisë vllazërore, jetës komunitare dhe shpalljes unitetit tek të rinjt e varfër, duke mishëruar plotësisht frymën e shërbimit të tij. Ne jemi mirënjohës për rrugët që hapën bashkë me ta. Një falënderim që është edhe një angazhim për të vazhduar punën e tij me entuziazëm, thjeshtësi dhe dashuri për kongregatën dhe për të rinjt. Janë ngritur shumë mesazhe nga Shqipëria, falënderime edhe nga qendra misionare